Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elsa dhe sot do të kemi një vlog të ri. Të kuptoni pak më tepër se ku ndodhem. Diku këtu do ju lë një sken, shiheni dhe të kuptoni ku ndodhem unë tani. Nuk jam në Athinë, jam në ishullin e Siros. Morëm mbrëm tragetin nga Athina për të ardhur këtu në Siros, e cila ishte 4 orë rrugë me traget. Them diçka, nuk erdhëm për qejf, nuk erdhëm që ta vizitojmë ishullin. Do donim shumë që të kishim ardhur për qejf dhe ta vizitojmë ishullin, por pasi të kem kaluar tek kjo gjoja për çfarë kemi ardhur, në fillim t'ju them pak eksperiencën tonë që kishim këtë herë me rrugën me traget. Unë duke qenë se jetoj në një ishull dhe shpesh herë kur shkoj diku, gjithnjë shkoj me traget, por udhëtimet që kam bërë me traget kanë qenë disi okay dhe mirë, le të them. Mbrëm kemi kaluar një tmerr, sepse sa u nisëm ishte çdo gjë në rregull, ishte qetë, nuk tundej trageti sa andej sa këtej. Hëngrëm diçka, pam disa gjëra rreth rrotull tragetit, dolëm edhe pak jashtë, pasi vajtëm në det të hapur, aty pësuam një tmerr, por nuk e keni iden. Gjatë gjithë orëve që erdhëm këtu në Siros, kemi qenë disi kështu, sepse veç duke ulur kokën dhe duke mbyllur syt, vetëm kështu mundeshim që të qetësoheshim. Kishte shumë erë, frynte realisht një erë e çmendur, edhe tragetit gjatë gjithë rrugës, derisa erdhi këtu në Siros, ishte disi kështu. Dhe kur iknim që venim diku, donim të shkonim në tualet ose donim të shkonim të merrim diçka, iknim sa ndej, sa këtej, sa ndej, sa këtej. Ishte një ndër udhëtimet më të tërmërshme që kam bërë deri tani me traget. Kjo ishte gjithë eksperienca ime e udhëtimit që bëra me traget mbrëm. Dhe t'ju them pak se për çfarë kam ardhur dhe këtu në ishullin e Siros. Nuk erdhëm për qejf, nuk erdhëm që ta vizitojmë ishullin, erdhëm sepse sot unë kisha randevu për dokumentat. Ngritëm në mëngjes me takun, shkuam tek zyrat dhe atje kuptuam që randevun nuk e kemi sot, por e kemi nesër. Do me thënë, avokatja jon na tha që e kemi në datën 5, që është sot, ndërsa kur shkuam tek zyrat na tha një gjë tjetër, që randevuja është mbyllur në datën 6. E mbani mend që ju kam thënë një herë që kam disa probleme me dokumentat, që mu prishën edhe pushimet gjithashtu që kisha mbyllur për të vajtur jashtë shtetit. E pra, erdhi dita që ato probleme të rregullojmë. Nesër do shkoj përsëri tek zyrat me taku në orën 8 të mëngjesit që ta mbarojmë këtë punën. 2 ditë i bie që të qëndrojmë këtu në ishull. Dhe me qënse do qëndrojmë këtu 2 ditë në ishull, po mendojmë që të bëhemi pak gati shpejt e shpejt dhe të dalim ta vizitojmë pak edhe ishullin e Siros. Kështu që le të ngrihemi, të bëhemi pak shpejt e shpejt gati dhe të nisemi. Jep, ky është edhe përfundimi i veshjes. Disi kështu dukemi sot. Këto ngjyra zgjolla që të kombinoj së bashku, por duket mirë. Mendoja që kjo xhaketa shkonte më shumë me një këmish veç blu, por jo, edhe me këtë këmishën blu me vija të bardha, shumë mirë shkon, edhe duket bukur. Tani nuk e di, do dal një herë jashtë, do shoh se si do ndihem, në qoftë se do kem ftohtë, sigur që do kthem përsëri këtu që të marr xhaketën e gjatë, në qoftë se do jem okay dhe nuk do kem ftohtë, ky do jetë përfundimi i outfitit të ditës së sotme.
u futëm në makinë dhe në fillim zgjodhëm që të bënim një shëtitje rreth rrugicave të Ishullit. Na pëlqeu, bukur ishte. Më pas shkuam dhe pim kafen ton në një kafene që kishte një pamje shumë të bukur dhe pse ishte erë, por kur ulëm kishim detin mbrapa, pinin ato rrezet e djedhit që të ngronin shpirtin. Ajo kafeja e ngrohtë e shijuam pa fund, futëm në makinë dhe po mendojmë që të bëjmë një xhiro me makinë rreth Ishullit, meqense kishim edhe makinën me vete. Pasi t'ju them të drejtën, me kë mbulodhëm pak, i vizituam pak a shumë të gjitha rrugicat që ndodheshin tek qendra e Ishullit, ndaj zgjodhëm që tani ta vizitojmë Ishullin jo veç tek qendra, por të shkojmë edhe pak më tutje me makinë. Erdhëm tek hoteli, u lodhëm dhe duhesh me patjetër të vinim. Bëm një xhiro goxha të gjatë me makinë dhe më zuri pak, vdiqa për mendim të barku, për mendim të koka. Ja vletit paktën, pam disa zona shumë të bukura këtu në Ishullin e Siros që mua më pëlqyen, por besoj që patjetër duhet jenë më të bukura në verë. Ishin plot gjelbërim edhe me detin blu të kaltër dhe duke qenë fantastike. U rikthyem tani, erdhëm tek hoteli, të qetësohemi pak, jemi super të lodhur dhe më pas do dalim përsëri të ham diçka që le të qetësohemi dhe ne do të shihemi përsëri më vonë kur të shkojmë përsëri jashtë për të ngrënë drek. Vajtëm pak në një supermarket dhe morëm disa moll nga këto të verdhat. Pa marrë taku një hurën, dardha, çokolata e Brianit. Dhe gjithashtu kemi marrë një eksade me ujë të vogël. Do ujë ti Brian? Yes. Okej. Unë dhe taku vdesim për fruta dhe tham frutat paktën, meqense për të ngrënë s'e ngrëm fare. Vendosëm që sot të shkonim të hanim në një restorant italian i cili quhej Solo Grano dhe le të them që nuk hëngrëm mirë fare. Unë për vete mora makarona me kima, por as makarona me kima nuk mund të quheshin ato. Nuk ishte lidhje kimaja fare me ato kiman që neve jemi mësuar të bëjmë, ato kiman greke. Ishte e ëmbël dhe kishte kanell dhe e kishin tepruar me kanellën. Jo kishte kanell, por e kishin mbytur në kanell. Unë në përgjithësi edhe erëzën si kanell nuk e preferoj fare
dhe e merrni me mend që në sa shumë vështirësi i hëngra ato makaronat. Keqja është që nuk morëm veç një pjatë me makarona, por morëm edhe 2 të tjera, pasi edhe Sabi edhe Ori hëngrën makarona si puna ime dhe të tre mbetëm të pakënaqur. Më pas morëm edhe 2 pica, një napoletana dhe një pepperoni, por edhe ato nuk bënin fare. U shkënjeva shumë tek restoranti, pasi ishte edhe restorant italian dhe të paktën të kishte pica të mira, por edhe ato nuk bënin. T'i vlerësoja me një 4 në 10. Tani po mendoj që diku këtu t'ju lë, ta mbyllim për sot dhe ne do të vazhdojmë përsëri nesër. Natën! Mirëmëngjesi nga dita tjetër dhe shqyr po, mbaroj çdo gjë, u përfundua çdo gjë, sapo u ktheva nga zyrat, mbarova çfarë kisha për të mbaruar dhe tani çdo gjë është super okay. Dhe pasi mbaruam tek zyrat, bashkë me Takun shkuam dhe pyetëm për traget që të shkojmë në Santorini sot. Na thanë nuk ka traget që të shkosh direkt nga këtu ku jemi për në Santorini. E vetmja mënyrë ekzistonte që sot të marrim tragetin, të vemi në Paros dhe më pas të flem sot në Paros dhe nesër të nisemi nga Parosi për të shkuar direkt në Santorini. Vetëm kjo ishte mënyra, kështu që këtë do bëjmë edhe neve, nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër. Sot do nisemi në orën 10 të darkës, do vemi në Paros në orën 12, nesër në orën 12 të mëngjesit është trageti që të shkojmë në Santorini. Dhe tani na duhet që të ngrihem javash avash, të mbledhim edhe të gjithë dhomën dhe të marrim çfarë kemi, çfarë nuk kemi këtu, sepse na duhet që të lëm edhe dhomën gjithashtu. Pas do shohim çfarë do kemi në mendje të bëjmë sot, meqense do jemi edhe këtu deri në orën 10 të darkës. Sapo mbaruam, dolëm nga dhoma, jemi futur në makinë, siç e shihni edhe makinën e kemi super full, po na merret fryma. Por duke qenë se ikën me shumë ditë nga shtëpia dhe në mënyrë se si ne ikëm, i morëm të gjitha ashtu rrëmuj dhe nuk dini mas çfarë kishim marrë, kështu që gjithë makina është plot. E kur të vemi në shtëpi do ta kuptojmë se çfarë kemi marrë, të seleksionojmë dhe t'i rregullojmë të gjitha. Dhe tani jemi futur në makinë, u bëm edhe vet pak shpejt gati, po mendojmë që të shkojmë në qendër, futa pak në TikTok dhe të shija pak se çfarë kishte ky ishulli që të shikoje diçka ndryshe, duke qenë se dje ne e pam pak a shumë të gjithë ishullin dhe nuk besoj që të kemi lënë ndonjë vend pa parë. Qendrën e vizituam pak a shumë të gjithë. Pash që diku këtu afër qendrës ndodhej një teatr dhe mendova, thash, pse jo të bëjmë diçka ndryshe sot, të shkojmë tek teatri dhe ta vizitojmë pak nga brenda. Por një gjë që po më pëlqen shumë sot dhe jam super e sigurt që do ta shijojmë ditën pak më shumë se sa dje, është që nuk ka erë, ka erë, por jo si ajo e djeshmja, por ka edhe diell gjithashtu dhe për çudi dje që ishte koha e ftohtë dhe frynte erë, unë vesha xhaketën time të shkurtër ngjyrë kafe, ndërsa sot që është koha plot diell, vesha pallton ngjyrë gri, e vesha pallton gri, meqense do shkonim tek ai teatri dhe besoj duhet ketë gjëra të bukura brenda, duke qenë se i hodha një sy edhe videove që kishin hedhur në TikTok. Ndova që do dukesha më bukur me pallto dhe kështu do arrim që të bëjmë ndonjë foto të bukur. Dhe ndaj e vesha pallton më shumë sot. Nuk jam edhe mirë, jam ngritur, më zhëngjirur edhe zëri, siç më dëgjoni edhe juve. Dhe besoj që jam ftuar pak dje me thënë të drejtën, por do kaloj. Ku do vej? Do ikim. Mendojmë për këtë gjë tani dhe të nisem javash avash, kështu që
nisemi. Mbaruam dhe brenda të teatri ishte vërtet shumë bukur dhe ja vleti që vajtëm. Për hyrjen paguam 2 euro personi, ndërsa për fëmijët ishte falas. Ju sugjeroj edhe juve në qoftë se vini këtu tek ishulli i Siros dhe nëse vini për dokumentat si puna jon, ja vlente që të veje brenda dhe ta shije atë pamjen, pasi ishte vërtet një pamje e veçantë dhe kishte shumë gjëra për të vizituar. Më pas ishin ato gocat atje te recepsioni dhe i pyeta që të më sugjeronin diçka ndryshe dhe diçka të bukur që të venim, dhe na sugjeruan një vend që ndodhej atje afër dhe shkoje diku tek 5 minuta me këmbë. Zbritëm atë vendin sepse ishte me shkallë që na sugjeruan ato gocat. Shkuam poshtë, ishte deti dhe sipër ishte e gjithë pamja e Siros. Kishin të drejtë, bë mirë që i dëgjuam dhe vajtëm, pasi ishte vërtet shumë bukur dhe u relaksuam. Ulëm pak atje, morëm pak disa reze djedhi, ndënjëm dhe më pas erdhëm përsëri këtu tek makina. Po mendoni me takun, duke qenë se nuk kemi se çfarë të bëjmë më këtu, hipëm në makinë dhe po mendojmë që të bëjmë një xhiro rreth e rrotull nga ana tjetër, jo ande ku vajtëm dje, por nga ana tjetër e ishullit, ta bëjmë me makinë, duke qenë se nuk kemi çfarë të bëjmë më tjetër këtu dhe mbi të gjitha është shumë diell. Me hajsa të pëlqeu vendi këtu. Mrekullueshëm. Do vije 2 ditë me pushime. Jo. Kështu thua është e mrekullueshëm edhe tani thua Sa jo. pas tani mos vi. Po të vije në verë, ku ka diell, plazh. Edhe sot diell ka.
Okej, sot ka diell, por nuk mund të bësh plazh. Unë them për në verë, vjen. Plazh ka dhe Santorini. Wow! Kita, shikoni, Mirë më dukesh, ka mirë. Thank you! Thoni po deshe që nuk e kam romantik të burrin. Rritëm në fund njerëz dhe sapo erdhëm këtu tek dhomat që kemi mbyllur për të kaluar natën këtu në Paros. Kjo është dhoma e parë që kemi mbyllur, është me një krevat doppio që do fle unë Taku edhe Briani, dhe këtu tek dhoma është gjithashtu dhe kjo kuzhina e vogël që i pas ka të gjitha gjërat dhe furrin, vrastire, mekanin e kafes. Këtu kemi për të bërë bukën toast dhe gjithashtu pas ka një frigorifer të vogël, pjesën e make-upit, një tavolin këtu dhe më pas kalojmë tek dhoma tjetër. Më pas këtu është dhoma tjetër që është me 2 krevata teke, këtu sikur do flej Sabi edhe Ori. Ka një kulltu këtu, një komedin prej muri këtu, këtë stolin, dritaren, përsëri edhe këtu këtë pjesën për të bërë make-upin dhe vazhdojmë tek pjesa e fundit, te tualeti. Dhe voilà, ky është edhe tualeti, është shumë i thjesht. Këto ishin edhe dhomat që kishin mbyllur për të kaluar natën këtu në Paros, dhe unë po mendoj që ta mbyllim diku këtu këtë video, sepse siç më shihni jam bërë cop dhe po vdes që të fle gjumë, kështu që e mbyllim këtu për sot dhe shihemi nesër natën. Mirë mëngjesi, dhe sapo jemi ngritur, po shkojmë drejt dhe tek porti. Ora është 10:30, në orën 11:30 neve kemi tragetin për të shkuar direkt në Santorini. Nisemi. Dhe sa po arritëm tek porti, presim tragetin të na vi dhe kemi të bëjmë 3 orë e gjysmë rrugë me traget për të arritur në Santorini,
por që shqyr zotit, kohën e kemi për bukuri, është qetësuar goxha, jashtë është diell. Kjo ka rëndësi sepse do kemi një rrugë të qetë dhe pa lëkundje dhe mbi të gjitha pa marrje mendësh. Edhe trageti po shoh që po vin, kështu që nisemi guys. Trageti, wait. Arritëm në Santorini, so welcome to Santorini! Shtëpi mojem bla shtëpi, erdhëm, u futëm brënda, gjendjen e shtëpisë nuk po ju a tregoj fare, sepse kam shumë punë për të bërë, aq shumë punë sa nuk e kam iden fare as nga t'ja nis, sepse është një gjendje shumë rëmuj dhe asgjë nëpër vende. Dhe po mendoj që edhe këtë vlog ta mbyllim diku këtu, ne së bashku do të shihemi në videon e radhës. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer juve dhe nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të më bëni një like, një koment dhe gjithashtu një subscribe. Po e mbyll këtu. Bye!